Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, tensione dhe situatat e paparashikueshme vazhdojnë të mbajnë gjallë dinamikën e lojës, duke prodhuar momente të forta emocionale që tërheqin vëmendjen e publikut. Mbrëmjen e djeshme, vëllai i madh surprizoi banorët me një vendim të papritur, duke u dhënë mundësinë banorëve të izoluar në dhomën e njohur si akuariumi të riktheheshin përkohësisht në shtëpinë e madhe, për të bashkuar me pjesën tjetër të banorëve. Ky rikthim, megjithatë, nuk ishte pa kushte. Rregulli ishte i prerë dhe i qartë. Banorët e akuariumit lejoheshin të komunikonin vetëm mes tyre dhe në asnjë mënyrë me banorët e tjerë të shtëpisë. Çdo shkelje e këtij rregulli do të sillte rikthimin e menjëhershëm të tyre në izolim, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar dhe delikate. Gjatë mbrëmjes, një moment i veçantë dhe mjaft emocional u zhvillua në dhomën e gjumit, ku Kristi dhe Miri ndodheshin të shtrirë në krevatin ku zakonisht flen Selin dhe Miri. Atmosfera ishte ngarkuar me ndjenja të pashprehura, sidomos për Mirin, i cili e kishte të ndaluar t'i drejtohej drejt për drejt Selinit për shkak të rregullit. I vendosur për të mos thyer rregullat, por njëkohësisht i pamundur të fshehte emocionet e tij, Miri zgjodhi një mënyrë të pazakontë për të shprehur ndjenjat. Ai përdori Kristin si ndërmjetës, duke e kthyer situatën në një komunikim indirekt, por tepër domethënës. O Kristi, un po vdes të përqafoj. Nuk e di si po e mbaj veten, por është një gjë që së vdiqa, u shpreh Miri, duke lënë të kuptohej qartë se fjalët e tij nuk ishin të drejtuara për Kristin, por për Selinin. Mesazhi u kuptua menjëherë nga Selini, e cila reagoi në mënyrë simbolike dhe plot ndjeshmëri. Ajo ju afrua Kristi dhe e përqafoi, një gjest që u interpretua nga banorët dhe publiku si një përgjigje e qartë ndaj ndjenjave të Mirit, dhe si shenjë se mesazhi i tij kishte mbërritur aty ku duhej. Ky moment, edhe pse i thjesht në dukje, u kthye në një nga skenat më emocionale të mbrëmjes, duke treguar se edhe nën kufizime të forta, ndjenjat gjejnë gjithmonë mënyra për të shprehur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.